Kryeministri në detyrë Albin Kurti në një konferencë për media sot ka deklaruar se këtë javë do të nisin bisedimet me partitë tjera për formimin e qeverisë Kurti 3. Shumë shpejt, qysh në këtë javë do të fillojmë komunikimin dhe bisedat edhe për qeverinë qendrore. Sepse Kosovës i duhet edhe një mandat i qeverisë sonë, i duhet një mandat i ri i qeverisë sonë, neve na duhet një mandat i ri në përputhje me rezultatin e 9 shkurtit së vjet dhe duhet të kemi një mandat të rregullt i cili padyshim që do të filloj, por sa ne ta nxjerrim në seancë kuvendi përbërjen e re të qeverisë Kurti 3. Kryeministri në detyrë Kurti ndër të tjerash deklaroi se nëse nuk ka qeveri Kurti 3, janë të gatshëm për zgjedhjet e reja parlamentare. Ne po bëhemi gati të qeverisim më shumë se kurrë nëpër komuna onë mban Kosovës, të rikthehemi në qeverisin në kryeqytet dhe që është shumë e rëndësishme, po bëhemi gati për qeverinë Kurti 3. Nëse nuk ka qeveri Kurti 3, pa dyshim që jemi të gatshëm për zgjedhjet të reja parlamentare. E sa i takon asaj se me kë do të zhvilloj këto bisedime për formimin e qeverisë së re, Kurti tha se tash për tash duhet të lënë kohës. Komunikimi dhe bisedat që do të zhvillojnë janë ato të cilët do ta përcaktojnë përbërjen e shumicës së re në Kuvendin e Republikës që do ta votojë qeverinë Kurti 3. Tash për tash duhet t'ja lëmë kohën komunikimeve dhe bisedave që të zhvillohen dhe unë nuk mund të flas më shumë se kaq në këtë fazë. Pas konstituimit të Kuvendit të Kosovës, presidentja Vjosa Osmani të shtunën ka mandatuar liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për të tentuar ta formojë qeverinë e re të vendit, 8 muaj pas zgjedhjeve të përgjithshme.